Kiara sërish beqare, i dashuri rikthehet ishit. Konfirmohet përfundimisht se Kiara Ferranyi është sërish beqare. Marrëdhënia e saj me menaxherin e Pirelit, Giovanni Tronchetti, provera ka marrë fund, ndërkohë që influenceria foli publikisht për marrëdhënie toksike në jetën e saj private. Ndodhi një tjetër ndarje. Revista Kika ka publikuar foto të reja ku Povera shfaqet në Portofino, i shoqëruar jo vetëm nga 3 fëmijët e tij, por edhe nga ish bashkëshortja e tij, me të cilën duket se ka patur një ribashkim të papritur të konfirmuar nga një puthje publike. Sipas revistës, fundjava e kaluar ka qenë vendimtar për përfundimin e historisë me Ferranyin dhe ndryshimin në jetën private të Giovanni Poveras. Kohët e fundit Giovanni dhe ish bashkëshortja e tij janë parë rastësisht në disa vende publike së bashku, por kulmi arriti në plazhin e Paraxhit. Giovanni me fëmijët u takua sërish me ish bashkëshorten, këtë herë për një bisedë serioze, ndoshta një sqarim, dhe në fund ai e shoqëroi në makinë dhe aty ndodhi puthja që zgjidhi gjithë misterin. Giovanni është kthyer pas drejt dashurisë së tij të vjetër dhe më familjare. Lidhja mes Kiara Ferranjit dhe Giovanni Tronchetti Poveras nisi verën e kaluar në një periudhë kur të dy po kalonin ndarje të vështira. Ferranyi sapo ishte ndar nga Fedes, ndërsa Povera nga bashkëshortja. Sipas burimeve pranë çiftit, gjërat nuk funksionuan, pjesërisht për shkak të presionit mediatik dhe mungesës së pëlqimit për Kiarën nga familja e Giovannit, që sipas zënkave nuk e shihte me sy të mirë këtë lidhje shumë të ekspozuar. Në mënyrë simbolike, historia u mbyll në vendin ku shumë dashuri italiane lindin apo përfundojnë, në Bregdetin e Ligurias me një puthje, por këtë herë jo mes Kiaras dhe të dashurit të saj, por mes një burri dhe nënës së fëmijëve të tij.